Dhe çmimin e tretë që do ta ndajnë Mirjeta dhe Adriana është True Story. True Story. Shohim se kush është fituesi i këtij çmimi. Kush ka shkruar për ndonjë ngjarje të tij apo të saj të vërtetë? Gjithmonë në botë janë bërë trend filma cilët bazohen në ngjarje të vërteta dhe fituesi është Sunaj Saraçi, nën më fal. Faleminderit shumë, ju përshëndes të gjithëve. Përshëndes, Zhurma Show, një përshëndetje posaçme për Urban Grafiksin. Faleminderit. Faleminderit shumë, përshëndesim fituesin e këtij çmimi të True Story. Natyrisht dhe dy kolegët që i kemi këtu në Faleminderit Dritan, sallë. faleminderit gjithë ju. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.